emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Zotin falenderojmë për të gjitha mirësitë e Tij. Falenderojmë atë për besimin, falenderojmë atë për udhëzimin, për shëndetin, për miqësinë, për vllazërinë, për atë që na bëri pjesë të shtëpive të Tij, për atë që futi në zemrat tona angazhimin, dashurinë për të marrë pjesë në përmësime dhe ligjërata të cilat i përshkruan profeti sallallahu alaihi wasallam si pjesët e parajsës së dynjas, me xhliset të cilat i rrethon Allahu xhalleshanu me engjëjt e Tij, mbi të cilat zbret mëshirën dhe begatinë e Tij, dhe që bëhen sebeb që ato mejliset të përmenden tek mejlisi Allahu xhalleshanuhu. Elusë Allahu xhalleshanu që edhe mejlisi ynë dhe të gjitha mejliset e dhikrit, aty ku mësohet ajo dituri nga e cila ka dobi, që tjetë mejlis prej mejliseve që e pëlqen dhe me të kënaqet Allahu xhalleshanuhu, e rrethon atë me engjëjt e Tij, engjëjt e mëshirës së Tij, dhe e përmend atë në mejliset e Tij. Elusë Allahu xhalleshanu që të gjithëve pa përjashtim të na jap dituri nga e cila ka dobi, dhe të na bëjë gjithmonë në kërkim të asaj diturie, e cila është e dobishme për këtë botë, është e dobishme edhe për botën tjetër. Sonte jemi në vazhdimin e stacionit që ne e quajtëm stacioni i përpjekjes. Stacion për të cilin thamë që njeriu në këtë botë ka dy kundërshtar, në këtë udhtim të jetës së botës ka dy kundërshtar. Njëri është i jashtëm, ai është iblisi, shejtani i mallkuar, i cili nuk e le rahat njeriu, i cili ja ka shpallur armiqsinë njeriu dhe i qëndron besnik kësaj armiqësie deri në fund. Me kurthet e tij, me vezveset e tij, me planet e Tij mundohet që ato që është i udhëzuar ta devijojë, ato që është i devijuar ta mbajë në devijim, ato që është i humbur ta mbajë në humbje. Mundohet që çdo njeriu t'ia gjejë nga një çels për të hyrë në zemrën e tij dhe për ta larguar nga rruga e drejtë, nga rruga e Zotit. Kjo është armiku i jashtëm apo kundërshtari i jashtëm. Për këtë na ka folur shumë Allahu xhalleshanu në Kur'anin famulart. Por ka dhe një kundërshtar apo armik që mund ta shprehim kuptimin figurativ të brendshëm, i cili është më i vështirë se sa i jashtëmi, më problem se sa i jashtëmi. Për shumicën e njerëzve, ajo është më problem edhe pse njerëzit nuk e kuptojnë diçka të tillë, ajo është nefsi i njeriu. Është vetja, është vetvetja e njeriu, nganjëherë më themi që është egoja e njeriu. Kjo është më i vështirë se sa i jashtëmi, sepse në përgjithësi me të jashtëmin njeriu vendos marrëdhënie armiqësore. E di që kjo është prej shejtanit dhe me shejtanin mundohet të mbajë marrëdhënie armiqësore. Ndërsa ky brendshmi është brenda vetes tënde, është brenda vetë njeriu. Dhe shpeshherë njeriu duke e përgdhelur këtë brendshmin thjesht e rrit, e fryn dhe e shnosh atë, dhe i bën një moment që i brendshmi ka kontroll mbi njeriu. Ndërsa shejtani mallkuar sipas asaj që përshkruan Zoti, inna kejde shejtani kane dhaifa, komploti i shejtanit, kurthet që bën shejtani, fuqia e shejtanit është e dobët, thot Allahu xhalleshanu, sepse forcën ai e ka vetëm në vezvese, vetëm e kanë mashtrimet jashtme, nuk ka forcë fizike, ndërsa nefsi i njeriu, vetvetja e tij, është më vështirë për njeriu, sepse i përzihen llogarit njeriu dhe shpeshherë ai bie pre e vetes së tij, bie pre e nefsit të tij. Folëm në ligjëratën e kaluar pak a shumë për këto dy koncepte dhe thamë që më i vështiri për njeriu është vetja e tij, është nefsi i tij, prandaj është quajtur xhihadi, angazhimi, përpjekja me nefsin, xhihadi më i madh, lufta e shenjtë e cila nuk mbaron asnjëherë. Sa ti je gjallë në këtë jetë, gjithmonë duhet punosh me nefsin tënd, me veten tënde, e thamë qëllimi është që ta nxjerrësh këtë nefs nga nefsi urdhërues për keq në nefsin që inspiron për mirë. Por nga ky nivel deri në këtë nivel duhet punë e madhe. Asnjëherë nuk duhet dorëzohet njeriu dhe tham është me të vërtetë ndihmë e madhe prej Zotit që njeriu të punojë me nefsin e tij, që nefsi pastaj t'i bëhet krah njeriu, që ta inspirojë për mirë, ta frymëzojë njeriu për mirë. Atëherë në këtë ligjërat, vëllezër dhe motra, do të vazhdojmë përsëri këtë udhtim të këtij stacioni, i cili është stacioni që nuk i ndahet asnjëherë njeriu deri në fund, përpjekja me veten e tij,
përpjekja me shejtanin e mallkuar, përpjekja me joshjet, me kurthet e kësaj bote, dhe do flasim se njeriu ndaj kujt duhet përpiqet. Paka shumë kjo që kemi folur, që bëra hyrje deri tani. Njeriu ndaj kujt duhet ta tregojë angazhimin dhe përpjekjen e tij. Cilat janë kundërshtarët e njeriu që njeriu ta di se me këta un kam punë. Me këta un nuk mund të dorëzohem. Un duhet të angazhohem, duhet përpiqem, duhet luftoj me këto deri në fund. E para pra ishte shejtani i mallkuar, vëllezër dhe motra, dhe jo më kot. Zoti ka përshkruar në Kur'anin famlart Iblisin. Iblisi është i mallkuar dhe në librin e Zotit logjikisht nuk ka pse të ketë shumë vend për Iblisin e mallkuar. Ai është libri në cilin është fjala Allahu xhalla shanuhu. Mirë, po jo më kot Zoti i ka dhënë shumë ajete dhe shumë shpjegime Iblisit mallkuar, sepse ai është armik i përbetuar njeriut. Dhe objektivi i tij final është ta humbi krijesën e Zotit. Thot, ashtu siç unë u mallkova dhe përfundimin e kam në zjarr, edhe kjo krijesë të cilën e respektoi dhe e nderoi Zoti, unë dua që ta humb atë edhe ai bashkë me mua të jetë në zjarr. Ai e ka shumë të qartë strategjinë e tij. E ka shumë të qartë llogarinë e tij. Sa më shumë që të humb, aq më i lumtur është ai. Për këtë arsye shejtani Allahu xhallahu xhallahu na ka treguar shumë në ajetet kuranore për Iblisin, për kurthet e tij, për formën se si ai i qaset njeriut nga e djathta, nga e majta, e del përpara, e del mbrapa. Forma se si ai punon me njeriun, që njeriu të jetë i vetëdijshëm për këtë armik që përmendëm që është armiku i jashtëm. Si punon shejtani i mallkuar, Zoti na ruajt prej tij, me njeriun? Ai, siç e përmenda, punon me vezvese, punon me kurthe, punon me mashtrime, nuk ka forcë fizike me njeriun. Asnjë lloj force fizike nuk ka. Dhe Zoti kurthin e tij, mashtrimin e tij, forcën e shejtanit e quan forcë të dobët, sepse nuk është forcë që e merr njeriu nga një vend e çon në një vend tjetër. Ai thjesht kurthet e tij, vesveset e tij, mashtrimet, iluzionet që ja krijon njeriu në mendje, mundohet t'ia turbullojë njeriu rrugën dhe llogarinë. Kaq është forca e shejtanit mallkuar. Specifika e parë e tij pra janë vesveset, janë kurthet, janë iluzionet. Specifika e dytë e shejtanit mallkuar, siç na e shpjegon vetë Allahu xhallahu shanuhu, është se ai ka strategjin hap pas hapi. Nuk e nis me njeriu me gjunahun më të madh. E nis me njeriu me një hap, me një gjunah. Pastaj e tërheq atë në hapin e dytë, pastaj në të tretin, pastaj e çon njeriu në fund derisa njeriu të nështrohet atij, derisa njeriu të mohojë Allahun xhallahu shanuhu. Pra strategjia e tij është strategjia e punës hap pas hapi. Përsëri këtë specifik djallëzore na e shpjegon Allahu xhallahu shanuhu. Dhe njëjti Zot na mëson neve si të luftojmë me shejtanin e mallkuar, pasi na përshkruan natyrën e armikut ton. Zoti na mëson që ta lexojmë e ta kuptojmë natyrën e shejtanit, natyrën e luftës së tij. Ti nuk mund ta fitosh një luftë kur ti se njeh armikun tënd, kur ti si njeh strategjitë e tij. Nëse po lufton me një armik të cilin nuk e njeh strategjitë, formën se si lufton, formën se si godet, formën se nga do të vi, është e sigurt që ti do të jesh i dështuar në këtë luftim. Prandaj sot lufta nuk është vetëm lufta fizike. Baza e luftës është informacioni mbi kundërshtarin, formën se si ai lufton, çfarë strategjish ka. Jo më kot thonë, informacioni është forca më e madhe që ka njeriu. Pastaj vjen forca tjetër, që është forca ushtarake apo forca fizike. Prandaj thash na e ka përshkruar Zoti me detaje natyrën e shejtanit mallkuar dhe strategjinë e luftës së tij. E dyta, ajo që na ndihmon në luftën dhe në përpjekjen ndaj shejtanit mallkuar, vëllezër dhe motra, është dhikri, është përmendja e Zotit. Dhikri është imunitet, dhikri është mburojë. Kur shejtani shikon që njeriu përmend Zotin me zemër, përmend Zotin me gojë, përmend Zotin ditën dhe natën, kur është në këmbë, kur është ulur, kur është shtrirë, faktikisht njeriu nuk bën gjë tjetër veç se forcon mburojën e tij. Pastaj influenca e shejtanit mallkuar ndaj këtij njeriu është shumë e vogël. Prandaj imagjinoni nga dobitë e dhikrit, jo vetëm që ty ta zbut zemrën, ta afron me Zotin, t'i fal gjunahet, por ndoshta nga dobitë më të mëdha, sepse nëpërmjet këtij dhikri ti mbrohesh, ti forcon mburojën tënde dhe shejtani e ka të pamundur të deportojë në zemrën dhe në jetën e atij njeriu që e përmend Zotin. Shifni duat që
që na ka mësuar profeti sallallahu alaihi wasallam. Mbulojnë çdo cep të kohës dhe çdo vend njeriu. Nga momenti kur hyn në shtëpi, në momenti kur del nga shtëpia, kur fle gjumë, kur ha, kur ngrihesh nga gjumi, kur ke gzim, kur ke hidhrim, kur del në një rrugë, kur lind dielli, kur perëndon dielli, pse kaq shumë dua, pse kaq shumë dhikr? Sepse një nga arsyet e këtij dhikri është se ai të mbron dhe ai të forcon ndaj kurtheve të shejtanit mallkuar. Në ka mësuar Zoti dhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam madje disa lloje specifike të dhikrit që quhen dhikri mbrojtës, dua të mbrojtëse. Në ka mësuar për ajetin Kursi, i cili është ajeti mburoj, ajeti frenues dhe bllokues i energjive negative të shejtanit mallkuar. Ja lexojmë vetes tonë, lexojmë fëmijëve tan, ja lexojmë atyre njerëzve që e kuptojmë që kanë nevojë që t'ju lexohet ajeti Kursi, sepse në këtë ajet janë cilësitë e Zotit. Në atë zemër dhe në atë jetë ku janë prezente cilësitë e Allahu xhalleshanu, nuk ka fuqi shejtani i mallkuar. Në ajetin Kursi po ta shihni vëllezër dhe motra, ju këshilloj miqësisht, merrni ajetin Kursi, sepse këto punë nuk janë si punë fjalësh magjike, që i themi edhe ka një fuqi magjike. Në ajetin Kursi, nga fillimi deri në fund do gjeni këtë cilësitë e Allahu xhalleshanu. Fillon Allahu la ilaha illahu, përshkruan ty se kush është Allahu xhalleshanu. Nga fillimi deri në fund është një ajet, por një ajet i cili nga fillimi deri në fund ka cilësitë e Allahu xhalleshanu. Ajo zemër, ai njeri që këto cilësi i kanë shpirt, i kanë zemër, i kanë jetën e tij dhe i kanë mendjen e tij, ai është larg ndikimeve të shejtanit mallkuar. Kjo është armiku i parë, ndaj këtij armiku gjithmonë duhet të angazhohemi dhe Zoti na ndihmon duke na përshkruar natyrën e armikut ton dhe duke na treguar se cilat janë forma që mund të mbrohemi ndaj sulmeve të këtij armiku. Por kthehemi tek kundërshtari i brendshëm, tek nefsi ynë. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njohë nefsin e tij. Vëllezër dhe motra, por shumë njerëz kur ti flet për luftën me nefsin, për angazhimin me nefsin, thotë këto nuk janë normal. Qa është lufta me nefsin? A mund të luftoj njeriu me veten e tij? A mund të punoj njeriu me veten e tij? Shumica e njerëzve nuk besojnë që ka një vete brenda vetes së tyre. Nuk besojnë që ka një nefs brenda tyre që duhet edukuar. Faktikisht ky nefs është aq i rrezikshëm, është aq i vështirë, saqë ai në momentet caktuara, nëse ti nuk e njeh dhe nuk punon me të, është ai që e tërheq robin. Krijuesi na ka treguar për natyrën e nefsit tonë. Na ka treguar se nefsi i njeriu ka dy lloj natyrash. Njëra është e përgjithshme, e kanë të gjithë nefsit, e kanë të gjithë njerëzit. Dhe në këtë natyrë është se ky nefs është emmaratun bisu, në përgjithësi urdhron për keq. Nefsi i paedukuar, nefsi i pakulturuar, me të cilën nuk është bërë xhihad, pra nuk është punuar, ka një cilësi që e ka shumë të fortë. Urdhron shumë për keq, dhe jo pak. Përgjithësia çon gjithmonë njeriu mendjen për keq. Kështu thot Allahu xhalleshanu. Kur hyn nefsi tek njeriu, në përgjithësi këtë cilësi ka. Edhe e dyta, ky nefs i do shumë epshet. Është shumë i prirur ndaj epsheve, ndaj kënaqësive. Këto janë dy cilësitë kryesore që çdo nefs i njeriu t'i ka. Nëse njeriu punon pastaj me nefsin e tij, e nxjerr atë nga emmaratun bisu, e bën në nefs mulhime, nga urdhruese për keqe të bën në frymëzuese për mirë. Mirë, por mes këtyre dy nefseve është punë e madhe dhe është përpjekje e madhe, vëllezër dhe motra. Dhe e dyta, nefsi thash ka cilësinë që i do epshet, i do joshqit, i do kënaqësitë. Nuk është të thënë që ne do të punojmë me veten tonë dhe nuk do të ndikohemi nga kënaqësia, se Zoti e ka bërë të dashur kënaqësinë për njeriu, por do ta kontrollosh veten tënde, nefsin tënd, që këto kënaqësi ti fitoj nefsi në halal dhe jo në haram. Të jenë kënaqësi të kufizuara, se kjo botë sado që të t'japi ty, nuk mund të ngopi ty. Kjo është kultivimi dhe edukimi që bën njeriu me veten e tij. Kjo është natyra e përgjithshme e nefsit, por ka edhe disa specifika. Çdo njeri thonë ka nefsin e tij. Ka raste që nefsi i njeriu e do një punë dhe e urren një punë tjetër. Për shembull, mund ta doj faljen e namazit, por e urren agjerimin. Mund ta doj sadakan, por e pëlqen të shoh, e pëlqen të shëtis, e pëlqen të shoh çfarë i del përpara. Çdo njeri ka pikat e forta të tij
Çdo njeri ka dhe pikat e dobta të tij. Ajo nefsi e parë është nefsi i përgjithshëm. Të gjithë njerëzit e ka këtë natyrë. Mirë, por ka disa specifika që janë për çdo njeri. Kur themi në njohja e njeriut e vetvetes është e rëndësishme, e kemi këtu parasysh që të njohësh veten tënde, cilat janë pikat e forta, cilat janë pikat e dobta. Ne jemi analistë shumë të fortë, jemi kritik shumë të mirë kur bëhet fjalë për tjetrin. E shohim atë në vrimën e gjelpërës. Kur vjen puna për të njohur veten tonë dhe nefsin tonë, në përgjithësi nuk kemi objektiv, në përgjithësi ja bëjmë qefit vetes tonë. Puna me nefsin do të thotë që ta vendosësh nefsin tënd përpara e ta shohësh cilat janë pikat e mia të forta që ti shtoj e cilat janë pikat e mia të dobta me të cilat duhet të punoj. Prandaj, kur themi që duhet të punojmë shumë me nefsin tonë, dietarët thonë duhet punosh që nefsin ta frenosh nga një herë edhe përpara halallit që të mos shkojë tek harami. Mund të thotë dikush, po halalli është e lejuar, pse unë duhet ta frenoj? Halalli është e lejuar dhe është halal tek Allahu xhaleshano. Por nga një herë kur njeriu e njeh natyrën e nefsit të tij, e frenon ato edhe përpara gjërave normale të lejuarave halal, sepse e di që po qëse e lëshon nefsin e tij, ky nefs e çon ato në haram. Prandaj thonë, edukimi i syrit të njeriut është që nga njëherë ta ulësh syrin edhe përballë gjërave që janë të lejuara, ta kontrollosh shikimin tënd. Prandaj Zoti na urdhëron në Kur'anin famulart: O Muhammed, thuaj besimtarëve të ulin dhe të kontrollojnë shikimin e tyre. Dikush mund të thotë, po syrin më ka dhënë Zoti, syri është për të parë, pse unë duhet ta ul shikimin? Pala tjetër të kontrolloj veshjen, apo pala tjetër të kontrolloj sjelljen. Allahu xhaleshanu të mëson ty të edukosh veten tënde, të edukosh shikimin tënd, se ai njeri që kontrollon shikimin e tij në halal e ka më të lehtë ta kontrollojë shikimin e tij në haram. Pse nga njëherë heshtja është më e mirë? Sepse njeriu që arrin të kontrollojë nefsin e tij të heshtë, ai njeri e ka më të lehtë të flasë ato që është ndaluar. Njeriu që flet gjithmonë, që ka dëshirë të flasë, djathtas, majtas, me hak dhe pa hak, ky njeri e ka shumë vështirë ta frenojë veten e tij. Edhe të folurit është epsh, vëllezër dhe motra. Prandaj dietarët kanë pasur nga një herë heshtja është prefloriri, heshtja është adhurim. Kur ti edukon veten tënde të hesht nga një herë, edhe kur ke qejf me fol, i thu nefsit jo, nuk do të flasësh, ke për të heshtur. Ti faktikisht po edukon veten tënde që ky nefs i cili arriti ta mundi nefsin të hesht përballë diçkaje që është normale, ky nefs ka për të heshtur përpara haramit. A e shihni se sa betejë gjatë dhe sa betejë e madhe është beteja me nefsin tonë, vëllezër dhe motra. Zoti na ndihmoft në këtë betejë, sepse çdo njeri është shumë i dobët, sidomos përballë vetes së tij. Armiku i tretë me të cilin duhet të angazhohemi, ndaj të cilit duhet kemi shumë kujdes, janë sprovat, janë fitnet, është natyra e kësaj bote. A është e keqe dynjaja? Nuk është e keqe dynjaja, por dynjaja është sprovë. E ka krijuar Allahu xhaleshanu me bukuritë e saj, me joshjet e saj, me epshet e saj, por që njeriu të kontrollojë veten e tij, të marrë nga halali i saj dhe të frenojë përballë haramit të saj, sepse Zoti do që ta lartësoj njeriu, nuk do që ta mbys njeriu në kënaqësitë, në epshet dhe njohjet e kësaj dynjaje. Prandaj njeriu do ta njohë natyrën e dynjas, jo më kot ajetet kuranore të përshkruajnë ty me detaje natyrën e kësaj jete. Popujt e kaluar, ata që patën pushtet, që patën pasuri, që patën çdo gjë, që menduan se janë pronarë të kësaj dynjaje, por që u shkatruan në një moment, i shkatroi dynjaja dhe kënaqësitë e saj. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Ad-dunya hulwatun khadira." Dynjaja është e ëmbël, dynjaja është jeshile, gjelbërt. Përgjithësi kafsha kur e shikon një livadh të gjelbërt nuk e frenon dot veten e saj. Dhe profeti alayhis salam thotë, ka për atyre kafshëve që kur e shikojnë që livadhi është i gjelbërt, është i freskët, i turrën atij, nuk arrin dot ta frenojnë nefsin e tyre derisa të plasin e të pëlcasin aty. Ama ka të tjerë që e kuptojnë dhe arrin ta frenojnë. Natyra e kësaj dynjaje gjithmonë ka qenë e tillë. Është e ëmbël dynjaja, është tërheqëse, është joshse dynjaja. Nëse ka qenë dikur kështu, sot vëllezër dhe motra shumë më shumë se sa çfarë ka qenë më përpara.
sepse të gjithë jemi dëshmitarë që sot bota ja ka hapur njeriu të gjitha dyert. Nuk ka gjë të pamundur. Njeriu shkon ku të dojë, njeriu shijon çfarë të dojë, njeriu bën çfarë të dojë. Sot konsumerizmi është në maksimum. Njeriu nuk ka objektiv tjetër veç se të kënaqë nefsin e tij, të kënaqë epshin e tij. Atëherë, nëse dynjaja më përpara i pas ka shkatruar njerëzit me 2-3 gjëra që ishin joshse, po sot që joshjet e rrethojnë njeriu nga të katër anët, a nuk është sot më domosdoshme që njeriu të ketë kujdes nga jeta ku jeton? Kur përmendi profeti sallallahu alaihi wasallam besimtarët e ummetit të tij në kohën e fundit në akhir zaman, tha ata do ta mbajnë fen dhe besimin më vështirë se që mban njeriu prushin në dorën e tij. Dhe shpërblimi i njërit prej tyre është sa 50 burra. Kur e dëgjuan diçka të tillë, shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thanë: ja Rasulullah, sa të vështirë paskën, po çfarë shpërblimi paskën? A e kanë shpërblimin sa 50 burra nga burrat e asaj kohe? Jo, tha profeti alayhis salam, e kanë shpërblimin nga 50 burra prej kohës tuaj. Sepse joshjet janë të mëdha, vëllezër dhe motra. Jo se ne bëjmë punë shumë të mëdhaja, jo se ne kemi adhurim të jashtëzakonshëm, ja kalojmë hasha sahabeve. Jo, joshjet, sprovat, vështirësitë në të cilat jeton besimtari sot në këtë kohë janë më të mëdha, sepse dynjaja ka aq fuqi, ka aq gravitet, ka aq shumë joshje sa që e rrethon njeriu nga të katër anët. Dhe njeriu i cili vendos të qëndrojë me halallin, mos bjerin haram, ai është prej atyre që ka shpërblimin e sa 50 sahabeve, se nga ana e vlerës secili prej nesh, kushdo qoftë, nuk afrohet tek thoji i një prej sahabeve, sepse ata janë njerëzit që i zgjodhi Allahu xhalleshanu të jenë shokët e njeriu më të mirë, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por mëshira e Zotit ndaj besimtarëve të kohës së fundit është mëshira madhe, saqë shpërblimin e tyre Zoti e bëri se sa shpërblimin e 50 sahabeve. Si punohet ndaj këtyre josheve, si punohet ndaj këtyre kënaqësive që i paska dynjaja në përgjithësi dhe i paska jeta jonë në veçanti, një nga mekanizmat, vëllezër dhe motra, është zuhdi, asketizmi. Është që t'jetosh në dynja, po mos ja dorëzosh shpirtin dhe zemrën tënde kësaj dynjaje. Kur i kam pyetur të parët, ç'do të thotë ti je asket? A do të thotë që të kesh rrobën e leshtë, që të mos hash, e mos pish, të mash kokën ulur, që mos hypish makina, mos të kesh shtëpinë e mirë? Jo, kanë thënë, nuk ka lidhje kjo me asketizmin. Do të thotë që ta kesh dynjan në dorën tënde, por mos e lejosh atë të hyjë në zemrën tënde. Se ka shumë njerëz që të duken të ngratë dhe të varfër nga jashtë, të duken njerëz asket, por ju digjet zemra për pak dynja. Ju digjet zemra për pak pushtet dhe për pak luks. Siç ka edhe njerëz tjerë, dhe ju mund të jeni dëshmitar natyrshëm që ka njerëz që thua ky ka gjithë botën në dorën e tij, por kur hyn në zemrën e tij e shef që është njëri shumë i thjeshtë. Pra kjo dynja me gjitha joshjet e saj nuk ka ndikuar te ky person. Mekanizmi më i fuqishëm pra vëllezër dhe motra është që dynjaja mundësisht të jetë në dorën e njeriu, por mos jetë në zemrën e tij. Patjetër që kjo nuk është gjë e lehtë, do të punojë shumë njeriu me veten e tij dhe do t'i kërkojë shumë ndihmë Allahu xhalleshanu. Mekanizmi i dytë shumë i rëndësishëm është ta angazhosh veten tënde me punë të mira, me shoqëri të mirë, në mexhlise të mira, sepse jemi të dobët. Në momentin që shkputemi nga një mexhlis që ka energji pozitive, menjëherë na tërheq mexhlisi tjetër, sepse e ka energjinë më të madhe, e ka negative. Askush mos rrah kraharorin e tij dhe thotë që mua nuk më mashtron dynjaja, mua s'më mashtron do shoqëria e keqe. Është mëshira Allahu xhalleshanuhu dhe është rahmeti që shon Zoti mbi bashkësinë e besimtarëve, të cilët bëhen sebeb për njëri tjetrin, për ta mbajtur njëri tjetrin. E lut Allahu xhalleshanuhu që Zoti të na ndihmojë të punojmë me vetët tona, e cila është xhihadi më i madh që nuk ndalet derisa të jetojë njeriu mbi shpinën e kësaj toke. E lut Allahu xhalleshanuhu të na ndihmojë Zoti nga kurthet, nga mashtrimet e shejtanit mallkuar, të ndihmojë neve, familjet tona dhe fëmijët tanë që ai të mos ketë ndikim as fizik, as shpirtëror dhe as mendor mbi jetën tonë dhe lut Allahun xhalleshanu të na ruaj nga joshjet dhe sprovat e kësaj jete, na mbaj gjithmonë Zoti të angazhuar me punë të mira,
na mbaj Zoti gjithmonë të angazhuar me mexhlise dhe me shoqëri të mira, të cilat na afrojnë tek Zoti dhe na afrojnë drejt xhennetit të Zotit. Zoti është për blef me të mira. Allahu na tregoft rrugën e drejtë, na dash forcë ta ndjekim atë rrugë se jemi të dobët, na tregoft edhe rrugën e gabuar dhe na dash forcë të largohemi asaj rruge se edhe aty jemi të dobët. Allahu xhalleshanu na mundsoft të jetojmë jetën si musliman, shpirtin ton ta dorëzojmë si besimtar, e gjithë dhe bashkë na ringjall në hijen e flamurit profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, et na bëj të gjithë dhe bashkë pjesë e xhennetit të tij. Allahumma amin, amin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.